Artist, miq dhe pjesëtar të familjes serbo organizuan në mjediset e katedrales në qytetin e Korçës një përkujtimore në 6 mujorin e vdekjes së artistit të mirënjohur të teatrit dhe kinematografisë, Llazi Serbo. Në këtë përkujtimore, aktor të mirënjohur korçar sollën pjesë nga jeta dhe vepra e artistit serbo. Një ndër këta aktor, Andrea Pepi, kishte përgatitur në shenjë kujtimi edhe një dokumentar për jetën dhe veprën kinematografike dhe skenike të Serbos. Aktori i njohur i kinematografisë shqiptare, Llazi Serbo, ndroi jetë në moshën 62 vjeçare në mënyrë tragjike 6 muaj më parë. Ai u vetvra me një armë gjahu që aktori e mbante në banesën e tij. Të afërm të tij bën të ditur se Serbo vuante nga depresioni prej disa kohësh. Ai u gjet nga një koleg në banesën e tij ku jetonte i vetëm. Një vit më parë, ai u vlerësua me çmimin deri i qarkut të Korçës, ndërsa më herët kishte marrë edhe titullin Artisti i merituar. Llazi Serbo e ka nisur karrierën e tij artistike me dramën Njolla të murme, ndërkohë që numri i roleve të këtij artisti të madh në skenë dhe në ekran arrinte në mbi 100.